Mirëmëngjes. E bëm me dublim. Tani do themi mirëmëngjes i do hapësh shkollën. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët në program. Mirë se erdhët sot në shtëpinë tonë. Ju presim me shumë dashuri që të kaloni ditën tuaj. Patjetër që po, është e premte, freskët ka qenë, kështu që nuk ankoheni dot për temperaturat e larta. Një ankesë ja u hoqëm, ndërkohë Të tjerat s'mundemi dot. Jo, do heqim edhe një ankesë tjetër, se tashmë na ikën dhe justifikimi kur bëjmë gjëra të mbrapshta, kur na ngrihen nervat, kur shpërthejmë, sepse nuk e kemi më mërkurin e retrograd. Urime, që mërkuri s'është më. Mërkuri nuk është më në retrograd, filloi të eci drejt, e rregulloi makinën, por ndërkohë kemi një Jupiter që më duket se ndalon, sot se është lodhur shumë, se çdo ndodh me të nuk e di, por prandaj kemi Denisa Shylen, astrologen tonë të dashur, që do na thot për këto fenomenet që pritet të ndodhin, edhe sigurisht na thot se si ta kemi fundjavën e mandej edhe javën në vijim. Po, e vërtet shumë, ndërkohë pas Denisës si çdo ditë tjetër, si çdo të premte tjetër praktikisht, do jetë Linda me recetën e saj, do gatuaj sot pasta amerikota, domato e borzilok, nga këto recetat e thjeshta, të cilat janë të shkëlqyera. Kështu që na ndiqni se shija është maksimale. Ndërkohë, në pjesën e 3 dhe të 4 do bëjmë një bashkëbisedim me disa miq të cilët do të jenë të ftuar. Do të vi në studio Rez Lahi, pra Rezart Lahi, Sara Jaupaj dhe Ermira Çausholli për një temë që ha debat. Të shohim pak se si i kanë zgjidhur ndoshta dhe ato konfliktet e tyre. A keni ju në shtëpi kështu? Me thënë drejtën jo, ta shpjegojmë konfliktin një herë. Ja, konflikti është ky, det apo mal, pra të bëjmë pushime në det apo të bëjmë pushime në mal, dhe sigurisht mund të ketë preferenca të ndryshme dhe kush fiton këtë debat dhe kush e fiton këtë zgjedhje, këtë betejë. Kush e bën kompromisin, kush ulet që t'i bëj kënaqësinë pjesës tjetër të familjes. Shiko tani, shumica atyre që janë duke na ndjekur do thonë po mirë, një javë në mal, një javë në det. Bën sens, por jo, në këtë rast nuk po bëjmë këtë. Në këtë rast po flasim kur keni vetëm një javë pushime, se ka shumë njerëz që kanë vetëm një javë pushime, dhe atë javën doni ta shfrytëzoni me familjen tuaj, po ka pjesëtarë të familjes tuaj, mund të jetë bashkëshortja, mund të jetë fëmijët, mund të jenë dhe prindrit tuaj se mund t'i bëni bashkë pushimet që duan malin, ndërkohë të tjerë duan fushën detin, pra praktikisht. Kështu që unë besoj që kur janë fëmijët në mes, automatikisht ata që bëjnë kompromisin, janë të tjerët edhe fëmijët. Po ne për vetën tani nuk do mendojmë? Ja, unë dua mal. Kanë menduar për ty kur ke qenë i vogël, ti në mal shko bëj një fundjavë. Tani për ne nuk kanë menduar. Fëmijët nuk kanë të drejtë të ikin të bëjnë një javë pushime në det. Moj të vinë të provojnë një herë malin, se mbase ju pëlqen më shumë se deti. Ta provojnë vitin tjetër. Po çdo vit kalon kështu pastaj. Ja, nisën debatet edhe këtu në studio dhe imagjinoni se çfarë debatash bëni ju. Unë jam e bindur që ata do na vinë me propozime shumë të mira dhe japin këshilla praktike se si dalin fitimtar të sheshojmë këto konflikte në lidhje me zgjedhjen e destinacioneve të pushimeve. Megjithatë, do na duhet që të presim pak derisa të vim tek koha e diskutimit. Për momentin ne do na duhet të shkojmë atje ku ajo po na mirëpret. Jam i lumtur sot, ka ikur Merkuri, kështu që shkojmë... Se kemi një lloj buzëqeshi, një lloj buzëqimi tjetër dhe sot. Shkojmë tek Denisa Shyle, e cila po na pret, jo, nuk po na pret. Po pse ke atë shpirën ti? Se ne tham shumë. Jo, hajde kemi edhe një herë. Hajde edhe një herë, prit. Një sekond, një sekond edhe një herë. Një sekond tu. Prit, ku ishim? Edhe një herë. Jo, edhe një herë se ç'është ajo e pritur. Ç'është ajo e pritur ashtu? Të janë mbytur gjamin. 1, 2, 3, shkojmë te Denisa Shyle. Ja, kështu duhet. Kështu pra se na ka ikur Merkurje. Jemi shumë mire, jemi futur sezonin e Luanit. Si vjerra që shef çunin edhe nusen të lumtur që mërzit. Jo. Se i mori... Ose gotën dhe dhëndrin. Që së pranoj. Se qa vjerë do jeshti? Si do isha? Si do isha? Cool? Ashtu me ndonin të gjitha me thënë të drejtë, të gjitha këtë shprehje kanë thënë, me thënë të drejtë. Po pastaj nuk jam bërë shumë cool. Duke qenë se nuk do kem mundësi që të provoj të zgjidhjes. Jo, Ashtu mendoj dhe unë. Po shpresoj që ti me këtë mendje. Domethënë
praktike, nuk do Ja, e kuptoj, nga që... Përse për ty do presin, do shikoj. Dëgjo, ti do jesh i vjerë, ku ti unë si do jesh, se ke dy çuna ke... Kam dy çuna, si yll do jem. Ashtu? Jo, si ju do jesh ti, po. Mendoj se do jetë çuna në shtëpi, do marrin nusa dhe do shkojnë në koncert. Nuk e di se kam një imazh të Eksakt, në për koncerte, me DJ, do kërcejmë, do... Ndërkohë, mjera i që do marri ti me bi, kaq po them, që tani është e regjistruar, e keni në YouTube të deklarat që bëra, mund ta shikoni shumë vite më mbrapa, se shumë vite do kaloj patjetër. E konfirmoj. Mjera ja e konfirmon. I ziu se do marri gocën bashkë me babin. E konfirmoj edhe unë, do me thënë, ja kam thënë me kohë me vakt, Mila, fri Mila, shpëtojeni atë vajzë. Jo, ajo është në rregull. Ajo thot vetë, unë edhe kur të martohem, thot unë do marr babin me mamin me vete. Po, dhe ti duhet i thuash jo shpirt, sepse ti ke familjen tënde. Ua, unë i kam thënë. Në momentin që ti i thua po patjetër do jemi gjithmonë bashkë. Unë i kam thënë asaj, po ke qenë babi, kam valigjen gati. Që tani. Që të vi me ty. Dhe ju ka qenë në fillim ju ngritën shpresat, pas e prapë. Jo, nuk kam fare shpresun me këtë. Fare, harrojni, jo vetëm ti pa askush nuk ka shpresa, as i me shoqi nuk ka më shpresë. Kështu që prapë Mila, nëse ke nevojë, mere në telefon të ta Julkën, do të gjej një mënyrë që ti të shpëtosh nga kthetrat e babaj. Jo, s'është ktheta, pse më bën kështu? Unë jam protektiv, po unë nuk jam posesiv. Nuk je posesiv? Me valixhet gati për t'ikur për t'jetuar me vaktin tënde? Unë amplifikoj se sigurisht që si do ta bëj. Mos po nxirr gogol. Shpresojmë, domethënë. Nuk do ta bëj. Vetë nuk e besoj këtë që tha, me gjithatë. Denisa, ne kemi një ditë të shënuar sot, Merkuri e mbaroi atë retrogradën që kishim një muaj që e prisnim që të mbaronte. Çfarë do të ndodhë tani? Nuk e di për më zhdukur si shekull. 2 shekuj. Më zhdukur një odise e vërtet. Po gjithsesi. Madje në fund të retrogradës doli dhe filmi Odisej. Eksakt, fiks domethënë. E kupton? Fiks një odise. Po kemi një ndryshim të mirë praktikisht. Pra hajde bëj një panoramë të përgjithshme tani. Në aspektin personal kemi një ndryshim të mirë, problemin që ishim brenda identitetit tonë, së vetes tonë dhe marrëdhënieve familjare, në këto momente fillojnë dhe zbuten për të kaluar plotësisht në të vërtet në fund të këtij muaji. Pra kemi pak a shumë dhe një javë. Fillojnë që të zbuten gradualisht, në këto momente fokusohemi më tepër te ato çfarë kemi thënë gjatë retrogradës në që të mund të realizojmë. Të gjitha informacionet që donim apo s'donim të merrnim, kemi dhe mundësi dhe këto që të aplikojmë në jetën tonë të përditshme. Dhe mbi të gjitha, kemi pasur një spastrim të jetës, pavarësisht se në këto momente ndoshta nuk ndihet sepse kemi që shumë të ngarkuar, po kemi pasur një spastrim shumë të madh për të jetës dhe kalimi i diellit që ishte tek shenja Luane në të vërtetë amplifikon edhe më tepër këtë sindjesi, sepse ndihemi vërtet shumë herë më pozitiv. Por duke qenë se ishim pakës të stepur nga retrograda Merkurit, tani do të fillojmë që ta ndjejmë edhe më tepër. Normale që kemi edhe ndikime të cilat tashmë duhet jemi të vëmendshëm. Problemi është këtu se këto që ishin të kontrollueshëm, që ishte Merkuri në retrograd, tashmë futemi në aspektin më shoqëror. Pra, si ndikohet shoqëria, si ndikohet njerëzimi, më të themi, dhe mënyrë se si udhëhiqet ai, duke qenë se kemi retrogradën e Saturnit, i cili do të fillojë këtë fundjavë, do të ndalojë nesër, do të jetë në orët e vona të mbasdites ose të darkës, dhe do të fillojë retrogradën e tij ditën e diel. E si ndikon kjo? Atëherë Saturni është planeti karmave, që do me thëmë mund të kemi përsëritjen e cikleve karmike. Kjo, si që thash, nuk është se ka të bëj tashmë me individin shumë, ka të bëj më tepër me shoqërinë. Dhe do të vëmë re se cilat ciklet ne kemi përsëritur, ku nuk i kemi marrë mësime më të themi, dhe në ato raste vërtet që sistemi në ndëshkon. Por si që thash, ka ndikim në shoqëri më tepër se sa tek individi, por përsërisht disa herë, sepse dua ta bëj të qartë që nuk është se kemi shumë gjëra në dorë, gjitha mësimet që kemi marrë duhet fillojmë që t'i aplikojmë në jetën tonë personale, nëse duam që të kemi të mbrojtur më të themi, nga gjërat që po ndodhin. Pra është më e përgjithshme se sa individuale si ndikim. E kuptoj. Aq sa kemi në dorë është thjesht që të merremi me veten tonë dhe me familjen, pra mësimet që mësojmë gjatë retrogradës së Merkurit, fillojmë që t'i aplikojmë, do të kemi edhe një hënë të plotë që do të jetë tek shenja e Ujorit. Është një hënë e plot pak e çuditshme, shumë intensive. Do të kemi 4 planet ose 4 vendosje më të themi që janë shumë dominant, që është Saturni, i kërkoj ndjes, është Plutoni dhe Jupiteri plus hëna dhe dielli që automatikisht duke qenë se është një hënë e plot. Kjo çdo gjë ndjesi që ne kemi në këtë moment duhet të jetë shumë e zmadhuar, i ndjem shumë në mënyrë intensive. Nga ana pozitive është të kuptojmë shumë më mirë veten tonë dhe ku qëndron problemi, kemi dhe aftësi për të rregulluar atë, por nga ana tjetër bjem shumë më tepër pre e impulsivitetit tonë sepse gjithçka është e zmadhuar. Në këtë rast duhet jemi të vetëdijshëm.
Dakor, okej. Unë them të nisim shenjë më shenjë tani. Të parashikojmë me astrologen ton se si do t'jetë fundjava dhe java që vjen pas praktikisht, sepse javën që vjen pas, pra ditën e premte, do t'jemi bashkë për gushtin. Kështu që sot do ju tregojmë si do mbyllet ky muaj. Atëherë, si që thashtë, të javë faktikisht është java e fundit e gushtë, po kemi shumë ngjarje të rëndësishme. Një tek shenja e dashit. Ndikimi më i rëndësishëm, më duhet të them është mbarimi retrogradës së Mërkurit, duke qenë se kemi pasur shumë probleme në marrëdhëniet tona personale ose më themi marrëdhënie familjare, mos kemi ditur se ku hedhnim hapi. Tashmë kuptojmë se ku e pas kemi hedhur hapin, cilat kanë qenë gabime dhe si rrjedhë mund të marrim edhe masat e dura për të rregulluar gjendjen, por nga ana tjetër do të kemi edhe retrogradën e Saturnit që në këtë moment është i vendosur tek shenja e dashit. Prandaj dhe të gjitha ato mësime që ne mendonim se i kishim marrë, do të na serviren edhe një herë përpara. Në këtë pikpamje për shenjën e dashit kemi një ndikim pozitiv në të vërtetë, sepse mësimet që kemi marrë do ta kuptojmë se si aplikohen automatikisht. Dhe kjo fundjavë jep pak a shumë një farë pushimi, sepse i detyron që të shplodhen vërtet edhe fizikisht, kurse java që vjen tashmë fillojnë dhe aplikimin e këtyre mësimeve që morën, dhe kjo i sjell atyre të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Retrograda e Saturnit mund të bëhet e lodhshme, nuk është se po e mohoj, vërtet mund të bëhet e lodhshme dhe sfiduese, sidomos kur ndodhet tek shenja e. Sa zgjaste kjo? Kjo zgjat shumë, është deri në nëntor, prandaj dhe. Prandaj nuk e thash, domethënë sepse është në rregull, Është një periudhë gjatë, por kemi dhënë pozitive që Saturni në momentin që ti e jep provimin, ti jep edhe shumë rezultate të mira ose të jep përfitime shumë të mira. Kjo në këtë rast për shenjën e dashit është në të ardhurat materiale. Pra, kemi një rritje vërtet shumë të madhe në çdo aspekt pothuajse të jetës që përmend edhe javën e kaluar, pra si në karrierë, në marrëdhëniet e tyre personale dhe tashmë kemi edhe përfitime të mira nga ana materiale. Për sa i përket çështjeve sentimentale, mund të them që është një ngashje me fat në këtë moment. Dhe ka një kreativitet shumë të lartë. Kjo është si edhe e Jupiterit, madje hëna e plot që përmenda pak përpara, është një nga shenjë që mund të ndikohet më pozitivisht, sepse shikon të gjitha gjërat, domethënë, ka pikë vështrimi më të gjerë dhe më pozitiv se të gjitha shenjat e tjera, dhe falë kësaj ka dhe mundësi që t'i aplikohet në jetën e tij. Pra, shenja e dashit e ka pakës të vështirë, duhet jetë ta menaxhojë mirë situatën, por nga ana tjetër ka dhe shumë pozitive. Kur shkojmë tek Demi, ta shohim pak se si ta kemi këtë fundjavë, javën në vijim, që është e fundit e korrigut. Atëherë, për shenjën e Demit, kemi një kënd të vështirë që krijohet në këto momente. Prandaj dhe, bëra dhe gjithat hyrje. Pikat ku të ndikohet, po e them automatikisht karriera dhe marrëdhëniet familjare. Këtu, mund të them shumë ta marrin pak me të qeshur, duhet ta merrni me të qeshur, sepse të gjitha gjërat që mendoni se i kishit bërë mirë deri në këtë moment, do kuptoni pse nuk keni bërë mirë. Jo, ai do e kuptoj që s'ka bërë mirë sepse s'ka dëgjuar gruan. Qa? Po. Po? Okej, nice, ecim me Demin? Kur është grua, domethënë kur është bashkëshorte, po. Po e them shumë shqip, domethënë, po. Në qoftë se është partner me të cilët nuk keni ende, nuk keni celebrim ose nuk keni një bashkëtesë, që nuk është diçka fikse, domethënë jo. është diçka komplet tjetër. Me kemi fikse drejtë. Jo keni fiks, po. Jo jeni të martuar, pra ne po. Pra gjërat që s'ka bërë, që s'ka dëgjuar ty, do i dalin andit. Me sa di unë e ka dëgjuar, për gjërat të rëndësishme. Ha debat, po gjithsesi. Inshallah ti shkojmë bar. Vazhdoj. Gjithsesi, nëse kemi tek shenja e Demit, e rëndësishme është kjo që e kupton shumë mirë se pse ka ndodhur gjitha këto gjëra ose pse i ka bërë këto gabime. Në të vërtetë mëson shumë më tepër për këtë arsye dhe ka dhe aftësinë që të aplikojë ato, sepse ka dhe një kreativitet shumë të lartë në këto momente. Në të vërtetë, kemi drejtuesin e tyre që është Venusi, vendosur tek shenja e Virgjëreshës, dhe për këtë arsye janë praktik edhe në këtë kreativitet. Pra në momentin që mendojnë diçka, dinë se si ta aplikojnë atë në jetën e tyre, duke qenë se mësimet i marrin pothuajse automatikisht në këto momente, kanë aftësinë që t'i aplikojnë ato. I me foton një fazë ku shenja e Demit ndonse mund të ketë probleme në anën e tyre shëndetësore. Këto në të vërtet janë shumë të vogla dhe në të vërtet i bëjnë që të kuptojnë më mirë trupin e tyre, ose të dëgjojnë, i detyrojnë që të dëgjojnë trupin e tyre. Pra, në çdo aspekt, edhe nëse është diçka negative, shenja e Demit mund ta shndërrojë në diçka shumë pozitive në këto momente. Super. Lëm Demët, vim tani tek binjakët. Me shpresa? Po, jo, vërtet me shpresa tashmë. Për shenjën e binjakëve, një kemi rikthimin e gjitha mundësive që mendojnë që kanë humbur në lidhje me të ardhurat materiale. Për sa i përket shoqërisë, këtu kemi rikthimin e individëve nga shkuar, bëhet fjalë për ndoshta për shumë vite përpara, të cilët do t'ju hapin dyert të reja.
Kjo është më tepër e vlefshme gjatë javës në vazhdim, ndërkohë që këtë fundjavë edhe shenjës së binjakëve do të këshilloj që të shplodheni pak më tepër, mos jeni shumë aktiv. Nuk po them që mos lëvizni, mund të lëvizni thjesht, domethënë lejojeni vetes tuaj edhe kohë për të shplodhur. Kjo sepse në momentin që trupi juaj bie në qetësi, do të keni më tepër mundësi që të dëgjoni mendjen tuaj dhe në këto momente shumë aktive, të mund t'japi disa ide ose mund të krijojnë disa ide që janë pozitive. Tani, binjakët, me thënë të drejtën ku jam, hajdeni këtu te unë, që tregoj unë se unë jam binjak tipik. Binjakët, me thënë të drejtën, kanë gjithkohës një element, ja e rregullojmë pak mikrofonin se na ra mikrofoni edhe jemi në rregull, e kanë gjithmonë gjatë gjithë kohës vëmendjen te komunikimi dhe nuk mund të rinë dot pa dalë. Ky është problemi tani. Jo, nuk thash mos dilni, thash mos e lodhni shumë trupin. Tham pushon. Thash trupin mos e lodhni shumë, në që të keni mundësi që të dëgjoni mendjen, sepse Diri Alban, shpi dhe flit me shokët. Jo, mi dua të dal. Javës tjetër. Ose mund të bëni edhe aktivitete se filluan protestat. Vazhdojmë me binjakët. Ecim me binjakët. Atëherë, momenti më i rëndësishëm në këto ose ai çfarë po ndodh në këto momente që kam shumë rëndësi është që duhet jeni shumë të fokusuar në lidhje me trajnimet për të zgjeruar betën tuaj. Kjo nuk do të thonë thjesht trajnime për të shkuar në shkollë dhe për të studiuar, do të thonë edhe nga ana shpirtërore, pra ku mund të zgjerojnë në këtë pikë, cilat janë pikat që ju kanë penguar, që të arrin potencialin tuaj të vërtet. Duke qenë se ana shpirtërore dhe ana fizike në këto momente ecin shumë paralelisht. Duhet t'i implementojnë se do janë në jetën tuaj. Okej. Është një ndikim vërtet shumë pozitiv i cili do të shprehet edhe në të ardhur materiale, pra në materie. Shpresojmë. Kemi 13 minuta, duhet të ecim shpejt se Për shenjën e gaforës, duke qenë se jemi drejt një anë të plot, detyrimisht energjia është duke u rritur, duke qenë se do të jetë shenja ujore, duhet jemi të matur, pika ku duhet jemi të matur është e bashkëpunimeve. Këtu nuk po them që nuk duhet t'i bëjmë, duhet t'i analizojmë mirë përpara se t'i bëjmë. Në momentin që analizojmë mirë për shenjën e gaforës, do të kemi të ardhur materiale shumë të mira. Duke qenë se në këtë moment i kemi gjëra të prera me thik. Funksionon, nuk funksionon, bën s'bën. Njëta që është e vlefshme edhe në lidhje me marrjen e borxheve, njëta që është e vlefshme edhe në lidhje me gjyqet tek shenja e gaforës në këto momente. Kemi mbylljen e tyre se që tash bardhë dhe zi, pozitiv apo negativ, varet se sa ne jemi investuar te kjo dhe se sa e kemi të drejtën që të fitojmë, duke qenë se në këto momente për shenjën e gaforës kemi drejtësi hyjnore. Për sa i përket karrierës, mund të kemi disa ndalesa, kjo ndalesa që të marrim frymë të shikojmë se çfarë kemi bërë. Thjesht kaq. Pastaj do të vazhdojmë. Është periudhë primare. Thjesht primare, po. Lëm gaforët, shkojmë tek luajnërit. Kemi një hënë të plotë që ndodhet përballë me ju, prandaj edhe për shenjën e luanit, kjo do të thonë martesë, fejes, krijimi i familjes, krijimi një jete të re, një mënyrë të re jetese. Në rast të personave që janë të martuar. Kjo, po, normale. Nisi, do më akuzojnë pastaj që ndalem në ca. Jo, kemi ndryshime ose shërimit të tematikave në lidhje me karrierën, që do më thënë që ose nuk kemi avancuar ashtu siç duhet, kuptojmë pse nuk kemi avancuar dhe kemi mundësi që të shërojmë këto tematika dhe bëjmë persona me të cilët kemi autoritet shërues. Pra, të gjithë personat që na vijnë rreth rrotë pak a shumë përfitojnë nga ne sepse i drejtoni në rrugën e duhur. Po, jeni shërues në këto momente. Shenja e Virgjëreshës, për kalëm e një drejtim vetë. I dha drejtim, po. Lëm Luanët për të Virgjëresha, po. Me 300 orë. Kam hallin sepse vërtet bëjmë pak pa drejtësi. Shkojmë pak të Virgjëresha. Bëjmë pa drejtësi tek shenjat e para, ndalemi çik më gjatë, kështu që. Po kemi këtë luksin tani. Na falni. Do bënit edhe ju njësoj, po t'ishin në vendin tonë. Vazhdoj. Virgjëresha. Shenja e Virgjëreshës vazhdon që të jetë në periudhën ku duhet ta akumuloj në këto momente, pika ku duhet ta akumuloj është në lidhje me jetën e tij të përditshme. Pra, duhet të filloj që ta akumuloj shëndetin e tij, pra nuk kuptojnë që do të fillojë të kujdesë për shëndetin e tij, do të fokusohet më tepër tek marrëdhëniet e tij me kolegët dhe po ashtu do të fillojë që të fokusohet më tepër tek jeta e tij praktike, që është e thjeshtë për shëndetin e Virgjëreshës, por kemi një pengesë që mund të fiksohet shumë tek detajet. Kjo do ta bëj çdo mbasi kohë. Nga ana tjetër do të kemi një ndikim shumë të fuqishëm edhe për ta për sa i përket bashkëpunimeve. Në lidhje me bashkëpunimet do të këshilloja shenjën e Virgjëreshës që të jenë tashmë të kujdesshëm. Gjitha bashkëpunimet që bëjnë mund mos japin rezultate që ata meritojnë, prandaj edhe do t'i kushtolloj më tepër që të marrin ndihmë nga shoqëria nëse duan të bëjnë diçka, por thjesht ndihmë, jo të bashkëpunojnë me ta. Okej. Është shumë e rëndësishme kjo për ta ndarë. Në rregull. Vazhdojmë me të radhën. Pas Virgjëresës kemi shenjën e Peshorës, shenjën e Peshorës do të kemi një hënë të plotë që është shumë pozitive për ta, hapjen e fatit pak a shumë, krijimi një balance të re, duke qenë se kjo javë që po lëm mbrapa ishte shumë e vështirë për të kryer balanca, mund të jemi përballur me probleme në karrierë ose për të balancuar karrierën me shtëpinë, me familjen, me partnerin. Ndërkohë që java në vazhdim është komplet e kundërta, tashmë balanca krijon vetvetiu, si edhe zënkat që mund të kenë ekzistuar brenda këtyre tematikave zgjidhen. Me fat të dy personat që jemi këtu.
Urime prapë. Dhe kemi një ndikim shumë pozitiv për sa i përket karrierës tashmë. Të gjitha mundësi që kishim për të ardhur, na erdhën, i kemi të qarta, prandaj kemi aftësi që të zgjedhim një prej tyre, të cilat krijojnë një stabilitet vërtet shumë të madh në jetë në përgjithësi. Domethënë kuptojmë se cila është pika që ne duam të ndërtojmë dhe si do krijojmë stabilitet pra. Drejt. Në një pikë që do t'i këshilloj që t'jemi pak të vëmendshëm, nëse është diçka që ju bën krijon panik ose ankth brenda vetes, qoftë në lidhje me marrëdhëniet tuaja personale, qoftë në lidhje me një investim të ri që doni të bëni në këtë moment, do të këshilloj që t'i qëndroni pak larg gjatë kësaj jave. Okej. Ka një arsye. Ka një arsye, në rregull. Okej. Dakord. Shenja e akrepit. Akrepi është një nga shenjat fikse, ka një ndikim shumë të fuqishëm në përgjithësi shenja e akrepit, sidomos ata që kanë lindur ditët e para, mund ta ndiejnë veten pak më të sfiduar, mund të sulmuar me të themi nga ambienti që i rrethon, dhe madje edhe personat që kanë rreth mund t'i thonë dhe gjëra të cilat aty nuk e pëlqejnë, do t'i këshilloj që t'i mbani çnim, që ju thuen në këtë moment, sepse mund të rregullojnë shumë jetën tuaj. Pra mos i merrni për zemër se diçka negative, merrni si një ndikim pozitiv në jetën tuaj, edhe pse mund t'ju lëndojnë. Nga ana tjetër kemi një zhvillim vërtet shumë të madh për sa i përket çështjeve të familjes dhe karrierës. Në këtë moment është shenja akrep, nëse i ka pasur të pasigur se ku duhet të ecë, çfarë duhet të bëjë, në këtë moment sqarohet. Kupton edhe arsyen se pse ka ndodhur të gjitha këto, një lloj siç tek shenja e Demit dhe ajo e Luanit, kemi një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv për sa i përket çështjeve sentimentale në këtë moment të shenja e Akrepit, këtu sepse shikon në perspektivë më të gjerë dhe si lidhur ka aftësinë që të zgjedh partnerin e duhur më së fundit. Mund të kemi pasur shumë persona që janë rikthyer në jetën e tyre, nuk po them për ish partner, po them persona nga shkuar që i kanë njohur. Një prej tyre mundet të jetë edhe personi i tyre jetës. Mundet. Nuk po them 100%, po mundet. Okej, perfekt. Kalojmë tek radhës. Shigjetarjen. Shigjetarja është një nga shenjat e vetme që ka fat në këtë moment. Dhe çfarë do që të ndodh, pak a shumë është si mace. Po bie në këmbë. Bie në këmbë. Shigjetarit. Kemi një ndikim shumë pozitiv sepse kemi 3 këndësh zjarri që krijohet dhe ata që janë tek shenja shigjetare dhe kuptojnë shumë mirë edhe kur është problemi dhe kanë dhe fat që ta zgjidhin atë. Pra jepin të dyja njëra bashkë me tjetrën. Dhe mbi të gjitha zgjidhen në mënyrë shumë pozitive, në kuptimin që nëse mendojnë që po hiqet një nga jetët e tyre do t'i shtojnë 100, pothuajse. Kemi një ndikim shumë pozitiv për sa i përket çështjeve të shoqërisë në këtë moment tek shenja shigjetare, sepse kemi një zgjerim të dukshëm të kësaj. Kjo sepse në jetën e tyre kanë ngelur vetëm persona të duhur dhe nga ana tjetër kemi edhe rregullimin për sa i përket çështjeve të karrierës. Ktu zgjedhim rrugën tonë dhe kemi aftësi që të ecim aty. Arsyeja që po ndodhin të gjitha këto është sepse duhet të krijojë një stabilitet ekonomik tashmë për të hedhur rrajn shenja e shigjetarit. Mund të marrësh pak frymë. Merë që këfëj, pi që kuj, se të lodhëm. I kanë shpejt? Po e shof që po. Kështu që me nga dalë se në rregull jemi tani. Ne thamë shpejt, po jo kanë shpejt. Shenjat e fundit i kemi me kohën e mjaftueshme për secilën. Shkojmë tek Bricjapi. Shenja e Bricjapit është një nga shenjat që ndikohet shumë, sepse do të kemi jetën malore kësaj vajze. S'ka gjë, e ka prit minutë. Po për shtatët është e vërtetë, ha? Bricjapi, okay, Bricjapi. Kam Mërkurin në binjak. Prandaj ju kuptoj. Mendja ime juve ju kuptoj. Pra, aman, Bricjapi tani çfarë ka? Bricjapi ka ndalimin e drejtuesit të tyre, që është Saturni, prandaj edhe për Bricjapin mund të bëhet jeta vërtet pak malore në këtë moment, e them mirë domethënë. Kemi ndikimin për sa i përket jetës familjare ose banesës. Këtu për shembull Bricjapi mund të fillojnë që të mendojnë që të ndryshojnë ambient. Çdo më thënë, nëse nuk janë të lumtur brenda shtëpisë, ambientit, me familjarët nuk mund ta them edhe shumë, edhe pse mund të kemi probleme këtu, por më tepër duam të ndryshojmë ambient, sepse nuk ndjehemi mirë, nuk ndjehemi të vlerësuar në botën që na rrethon. Prandaj edhe mund të kenë mundësi të shumta në këto momente që ta ndryshojnë këtë. Në përgjithësi vjen nëpërmjet trajnimeve ose persona që vijnë nga universiteti apo nga vendet e edukimit, pra, japin dhe mundësi atyre ose japin propozime, sjellin propozime në jetën e tyre për të ndryshuar, kjo si në lidhje me karrierën, po ashtu dhe siç e thash për ndryshuar komplet rrjedhën e jetës së tyre, prandaj edhe mund të ketë shumë persona nga shenja e Bricjapit që mund të mendojnë madje që të ndryshojnë komplet karrierën e tyre, komplet mënyrën e jetesës. Është një ndikim shumë i rëndësishëm në këtë moment, nuk do të këshilloj që të merret thjesht me brenda kësaj jave detyrimisht, por gjatë kësaj jave do të vinë në dorë elementet e nevojshëm, më themi, ose mund të çelet mendja pak a shumë.
Në këtë aspekt do t'i këshilloj që ta mendoni, në qoftë se dëshironi që të ndërtoni diçka, ka ardhur momenti, jemi më tepër praktik në këto momente dhe mbi të gjitha marrim ndim shumë të madhe edhe nga partnerët. Aty ku mendoni që mund të kishim pengesë, gjatë kësaj jave do të fillojnë që të na ndihmojnë. Kjo fundjavë është shumë e rëndësishme, shenjën e britsjave vërtet që do të këshilloj që të jenë të qetë në çdo veprim që bëjnë, në qoftë se egzagjerojnë vërtet që mund të kenë probleme fizike në këtë rast, sepse mund të përplasen diku, mund të ndëmtojnë veten e tyre. Nga ana tjetër mund të kemi edhe një ndikim në lidhje me të ardhur materiale, si rrjedhë kësaj pra. Bukur, shkojmë tek ujorët. Ujorim është një ndër shenja që ndikohet më tepër në këto momente, duke qenë se do të kemi edhe një hënë të plotë, siç e përmenda, dhe do të jetë tek shenja e tyre. Pozitivisht apo negativisht? Në përgjithësi pozitive. Mund të jenë pak bardhë dhe zi, por në të vërtetë kjo i ndihmon, sepse heqin nga jeta e tyre çdo gjë që pak a shumë bëhet pengesë ose llumi që ngjerët në fund dhe nuk ka arrin që ta ose i duhet të mbartin vazhdimisht. Me këtë rast, me këtë hënë të plotë, arrin që të kuptojnë se cila është kjo pra pjesë që duhet të heqin nga jeta e tyre, të arrin që ta heqin, bëhen shumë intensiv në marrëdhëniet e tyre personale, kjo mund të bëhet pak problematike, sepse mund të dalë pak jashtë natyrës së tyre në këtë aspekt dhe varet se si përballet ose si menaxhohet nga personi përballë. Në qoftë se duam që të shprehim diçka, do të këshilloj që ta filtrojmë mirë përpara se ta themi. Kjo është një ndër ndikime më të rëndësishme sepse do të ndaloj pikërisht Saturnin tek shtëpia e tyre e komunikimit. Prandaj nëse nxitohemi ose themi fjalët pa e kontrolluar mirë se çfarë po themi, normalisht mund të ndikojmë shumë të gjitha marrëdhëniet tona. Në disa raste mund të ndikojmë edhe marrëdhëniet që kanë të bëjnë me biznesin, prandaj edhe për ta mund të thotë dhe të ardhur materiale pak më të ulta, nëse nuk jemi të kujdesshëm. E kundërta ndodh në momentin që jemi të kujdesshëm sepse jemi shumë praktik në këto momente dhe fal kësaj kemi edhe mundësi që të bashkëpunojmë me shumë persona të cilët mund ta sjellin dhe detyrimisht të ardhur materiale të mirë, kërkojmë fare stabilitetit të ri pra. Okej. Bukur, shkojmë tek peshqi. Shenja e peshqeve është një ndër shenjat që kanë ndikim shumë të fuqishëm në këto momente. Arsyeja që ka ndikimin kaq të fuqishëm është sepse gjithçka po ndodh në subkonsciencën e tyre. Po akumulojnë edhe problem, po akumulojnë edhe anë pozitive. Kjo është sepse nga hëna e plot e tutit që do të jetë ditën e mërkur, tashmë të gjithë këta akumulim që kanë pasur do të arrin që ta kategorizojnë. Ky kategorizim vërtet që i bën mirë, më duhet ta nënvizoj, sepse arrin që të marrin ato vendimet e fundit që deri në këtë moment i kanë lënë pas dorë, që nuk donin t'i merrnin. Si rrjedhoj pas kësaj kemi fillimin e krijimit të një jete të re. Më stabil, që ka më tepër mundësi që të përjetojnë pra më tepër luksin, që të jenë pak më të kënaqur nga vetë e tyre dhe ambienti që u rrethon. Kemi një mundësi vërtet shumë të madhe edhe për të kryer një lidhje sentimentale të shëndetshme tashmë, sepse dim edhe vetë që ku duhet jemi të ndjeshëm dhe ku jo, prandaj marrim veten tonë në dorë. Për shembull, peshqve është një javë shumë pozitive, është e lotshme, po e nënvizoj disa herë, sidomos deri ditën e mërkur, por pas asaj vërtet që bëhet shumë më tepër pozitive, sidomos tashmë që kemi pasur dhe mbarimin ose që patëm mirë tash, edhe mbarimin e retrogradës së mërkurit, për shembull, peshqve, domethënë që të gjitha gjërat që ne kemi menduar, fillojmë dhe t'i aplikojmë. E kemi shumë të thjeshtë për të bërë këtë marrëdhënie. E kuptoj. Nëse do bënim një lloj rezumeje për të vendosur se cila është shenja më me fat ose cila shenjë e mbyll më me fat këtë muaj dhe cila më me pak fat, jemi duke folur pra deri me datën 31 deri të premten e ardhshme, komplet se të premten e ardhshme do merremi me gushtin. Shenja që e mbyll këtë javë më me fat është shenja e Shqiptarit, që e përmendëm përpara. Kemi pavarësisht të gjitha problemeve të shenja e Luanit është me fat. Pavarësisht të gjitha problemeve. Pra Shqiptar dhe Luan. Shqiptar dhe Luan. Dhe shenja e peshqve që sa përmendëm, edhe pse është e sfiduar domethënë. Po më pak? Më pak fat kanë 3 shenjat e tjera që janë fikse, që është shenja e Demit, është ajo e Ujorit, edhe pse siç e thash, edhe ka fatin e vet, domethënë, përmenda pak më parë. Dhe kemi shenjën e Akrepit. Madje shenja e Akrepit duhet të jetë shumë e vëmendshëm ata që kanë lindur ditët e para, ata që kanë lindur gjatë muajit tetor pra. Tetorit, pra Akrepit e Tetorit. Kujdes kur flet për Akrepin. Mos flit me kaqinat për Akrepin. Jo. E ngacojnë Denisën se ndonjëherë ata që ndjekësit e saj janë shumë çuditshëm edhe akuzojnë që ti flet shumë keq për Akrepin dhe e kryqëzojnë. Online. Shëndetit Akrep, bish flas keq për vete bëhet. Faleminderit shumë që ishe sot në program. Faleminderit Denis. Linda. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si e ka që ti ishe mirë? Jo, shumë mirë, më akoma. Shumë sot. Shëndrinit të tërë. A mojzonjë që në gjithë si Elena e Trojës. Po, si Elena e Trojës. Po, tamam, Elena Kasharit. Po, do gatuajmë? Po, do gatuajmë. Do bëjmë një pasta me pesto kremoze. Okej, po thoje? Pasta kremoze me ricota, me borzilok, me domate, kështu të vogla qershi.
Oke. Mirë, do jemi vetëm pas pak të këti, ndërkohë falenderojmë edhe një herë Denisën dhe do shihemi të premten e ardhshme së bashku. Faleminderit. Faleminderit shumë e dashur. Mirë, kthehemi pas pak publicitet.